kam kamerën në makinë, e kontrolloj makinën te me 24 orë. A më kupton? 24 orë, unë e kontrolloj makinën te me qa flet merën, jashtë, në gjitha unë. Edhe pjesën atë ditë që kemi pas telefonatën me Geraldën, doktorët, unë e kam të regjistrume. E kam me video, krejt dhe me thonë, që ajo ishte këtu në Serdilet parë, unë këtu, edhe kur e shofun për spitarin në spitali, thamë, zjerë telefonin, bë një video, pëse për në thirë spitali. Edhe është bë video me telefon të asaj. Po unë s'kam desht me janë zjarë që në fillim, edhe kam lanë ashtu. Në më kupton, haj. Aja shqytë që është si doli vetë, se unë kam pas medalë, edhe unë kam pas medalë me atë video, ma vonë. E kam rujt për kur të vinë koha. E ka thënë Edi këtë gjë në çdo live. Apo jo Lulu, gjithmonë e ka thënë, më mirë të dali vetë, të flasi vetë, mos më bëj të dali keq se shfemën. Këtë gjithmonë e ka deklaruar në çdo live që ka qenë. Është shumë e vërtetë edhe kjo. Edhe ajo bravo, qoftë bëri sigur, nuk mund të mohohesh më drejtësia. O do ishte e bler, o do mbante drejtësinë, se s'kishte ku të lëvizte më. Është shumë e vërtetë edhe kjo. Kështu që për mua Eli, jo për mua je aposto. Dhe shumë i durueshëm. Kështu që ka të drejtën e ti. Tepër i durueshëm. Kaq. Që do thosha tjetër, çfarë na ofron aplikacioni jot i ri? Edhe kur të vi Viktori vazhdoni muhabetin tuaj pastaj. O Eli, po lekë të këthyë njerëzve. O, vëllai, ti që galate ura është. Legët janë të bllokuara nga avokati në Amerikë. Legët do kthehen avash avash personave. Rini të qetë edhe për këtë. Se e ka sqaruar me miliona herë. Mos provokoni kot me mesazhe që s'kam vlerë, se nuk ju kthej përgjigje. Po Eli. Më i, që me thonë në tash? Nuk do të them një fjalë shumë të rëndë që se kam thënë të njerë, po Allah qumë shinonës dhe Allah se e është shumë i shkapët, mos me thënë atë fjallë në rëndë fare, si shëtemin e dursakët, se do jetë pak e rëndë, me thënë. Të dashka Zoti më shumë se robi, me pak fjallë, të do Zoti, se i drejtë. Se shumë person të drejtë e ka ngrënër, si që e hangri Viktoria tjetër. O i dhe që them unë, Eli, kalin me këmish. Për Zotin, kalin me, është angjel, aden kalin me këmish, sa do që ti mbyllet dera, për shembull, ka gjithmonë një derë që i hapet. Edhe kur i drejt, Zoti njeriu e drejt, e nxjerr gjithmonë drejt. Vallai unë për angjel nuk e shoh, unë e shoh për se them do se do murrej. Jo, është angjel ai. Ai ka shpirtin flori për Zotin. Atë nuk e di, unë e shikoj shpatë. Po s'jesh. Jo, e ka shpirtin flori, ama mos me lut aty ku s'duhet. Mos me prek nerin, moralin, sedrën, pa të vërtetën, sa ty bojt bish, për ndryshe e ka shpirtin flori. Sa le ka umbreli, do ta them unë, mbi $20,000 që si thot kur, edhe nuk i do fare lekët e veta, po ta them unë Mark, ta jap 100%, se i di. Mbi $20,000, dhe as nuk i do fare ato lekë. Edhe plus kësaj torturën, edhe gjendje psikologjike dhe gjitha gjë, edhe prapë shumë i fortë që e mban. Të kishe qenë një tjetër dhe ishe thyer, ta them kështu burri. O ti insurance makine, dis-moi pourquoi je lèche? Pourquoi? Je gagne quoi? Din si është puna e kësaj iku tash unë, se përmend mu ka met pak fiksim puna e këtyne që hiqen si viktima.
A kupton, e këta nuk du me i lëshu, nuk du me i lanë, se këta i bajnë prap njerëzve keq. Nese mas nese, ja bajnë dikuj tjetër që nuk e kupton edhe e këpusin dikën. Aty më vjen mu i nadi, se aja, iku, o pa kush është pandera, iku aja, o pa, ka e puna asaj, harrot aja, kush e di, asot, nese mas nese, di ku përfunon aja, prap ka shikua kanë. Po këta që më hiqen mu si viktima, këta nuk du me ilëshu. Këta nuk du me ilëshu, që mos t'i besojnë kush ma këty në lloj njerëzve. Ti njekin këtë një ty me ta lesh me i pa, po jo me ju besu ma këty në lloj njerëzve. Sepse çdo gjatë që kam thonë nga fillimi është ashtu si e kam thonë. Është çdo gjatë, dhe me thonë e sa, duken gjanët. Po ti s'ke për t'jallë, po nuk lehet kjo që thua ti, s'ka shans, me ty nuk ka shans. Me ty nuk ka shans. Nese. Bojnë shumë intrigat poshtme edhe kisha me i thanë krejt njerëzve si rrini të në TikTok, po jo themi gjasi i tu është një lloj rjetit, një lloj organizatet, hajdutash, që bojnë se famen, hajt ma, e kanë marrë, dikush të keqe, dikush të mirë. Nifen, ka do shkojnë, i njofin njerëzit. Po dytë me pas kujdes se këta janë një rjet shumë i rrezikshëm, që i hynë njerëzve edhe në për shtëpia, qa s'bajnë, qa nuk bajnë. Çdo gja bajnë sepse po ju thëmë i gja, jetojnë me i këtë gja. Hiqen si milionera, hiqen si kur i bajnë jetë luksi, hiqen si kur janë këta zoti. Po nuk janë. Nuk janë. To janë një rjet që po t'hini me ju, po me i pa paka shumë live të ty në njerëzve, shif se kush janë. Njerëz si i ke 24 orë mas i kësaj drejtare. Grupi, ku do të hysh? S'ke mal me hap live-in, se do të shikosh njëjtat ftyra njëjtin grup. Kalojnë sa të njani, sa të tjetri. Sa kalojnë të njani, sa kalojnë të tjetri. Njëjtat ftyra, s'kan jetë, s'kan kur gja. Ky thot jam biznesmen, thot jam biznesmen, kam miliona, ka 10 telefona. 10 telefona është burri botë si fiksu më va. Tana live të TikTok-ut dën me i pa, tana live të TikTok-ut dën me i ble. Po aje biznesmen, a ke pun tjera është? A ke nej pun tjera kun? A ke nej pun të fabrikat, të vingjat, nej familje, rëp, fmi, gru, a ke ken? Se 24 orë dhe më thonë, shfar do dhe orë që ti ta përmen shatë një, e djenë live, thot që a the? Biznesmeni, miljarderi. Kjo është e vërtet që the, në ratë të parë mbajnë çdo gjë në kontroll. Kjo është e vërtet mëra ke të drejtë. Po si ka mundësi 24 orë në live dhe kjo është këtë se kisha menduar ndonjëherë. Me 7 telefona, kontrollon gjithë TikTok. Si ka mundësi? Po janë, është ai, po është edhe grupi ti. Të tjerë këta niveli i gradës zhët që i ka do, se s'du me përmen emra, po i ka i grup, dhe më thanë nivel banjosh, i ke 24 orë në live, edhe i sunon ai, thot, ti thuj kështu, ti thuj kështu. Ti baj këtë, ti thuj këtë. Dil për këti live-it, shko të këj live-it tjetër. Si më tha dje, një shok i vjetër, e kam bile me mesazhe, po, e kam të këtë telefoni, këjna të folë. Shifë vlla, tha mesazhe, tha më shkrute, tha Sami, thote, mos hynë të live i këti, se jam në hasmëri me këtë, nuk qëjle. A kupton ku arrim?
Shme i shkru njerëzve, thot, mos hin me këtë, shaje këtë. Tjetrit atje në Tetov, një Tetova ishte sot, kishte hytu shaje aty, shatë. I shkruan privat, po qaje më shoko, thash, si e ka që i fort, hajtë, po shtakona, thash, i shala kam këtu në Amerikë, ishte në Gjermani. Po, tha, ku dush, po qaje atë shova numrin, more, ma ban halal. Po, a ishe ka që i fort, të në shah, pa të njof, pa të di. Ma ban halal, tha se, Sami, tha, ka pagu mu dhe tonë punëtorët e mi ka 500 euro me të shatë ty. A kupton se qa banaj? Qëfar njeri u tash, qëfar... Fix. Kanë arrit një... Ashtë i gjo se nuk dojnë me besu të vërtetën që ju kam zjarë ftyrën e pistë, ftyrën e hajdutave. Nuk e pranojnë, po, nuk e pranojnë hundin, nuk me vërtet. Edhe kjo është gjo shumë, dhe me thonë, unë e kam thonë edhe për para që janë prek interesa shumë njerëzve. Sepse kjo ka kenë mjetë jetese, kjo ka kenë, si thot Viktori, merre i foto aty në ChatGPT, nxirre kjo i smuri, bom 200.000, 300.000, po nuk janë pak se bahen ata. 200 këtej, 300 anej, 400 këtej, bëhet $1 milion në një javë. Normal si do jesh milioner ti. Si të bësh gjys milionit, $1 milion në një javë, milioner ke mu bëha. A kuptat? Narqizistë së muri jam tamam fix. Kjo është një gjë se unë i kam prek interesa shumë njerëzve, në është edhe shumë gangsterave të fort. Ato e duhet një robi me shiku dhe mrapa ka herë për këtyn edhe njerëzve se. Fix, e vërtet. Se kur preken interesat i bjen, shko preken interesat e dirhams, djek, t'hup. Ban qatë këtë ndorë edhe këtu një ju ke prek interesat e gjepit. Kur ja prek diku interesat e gjepit, është problem. Është shumë problem. Me gjitha të du t'ja do limonët, i bajnë balë edhe këtyne. I ke bërë 2 herë gol, Elbarupi më vjen keq, si me rastin që i ke digjenuar, i ke demaskuar e vërteta, dhe me rastin pas me aplikacionin. Më falë, i do shok, o njerës, a kuptoni jo se unë të sa vjetë që rri i hynë TikTok, unë kam respekt për të gjithë. Në live të mija hynë vetëm njerës që kanë pak nivel. Tjetër kush nuk hynë, asë më interesojnë të njerës. I vetëmi njëri që shanë, është Viktori, edhe këti i shkruj për ditë, i tha mos shaj. I vetëmi njëri që hynë të live të mija. Nuk kam unë atë tip nivelit që am përmeni jo aj, jo kjo, jo Gucci, jo kjo, jo aj. Respekt për gjithë, s'ka ma si gjatë keqë, mas një. Po nuk hynë ta dhe unë nuk duhen e me pas këta dhej njerëzish në për live-et mija. Edhe Viktori tash e par i shkruj në për privat, i thëmë ball, please, mos shaj. Ka kanë fajeri që ashtu e kam pa të shak fëmiji e gra, e kam thonë shak 50 herë i kam shkruj, mos rritu shak fëmiji, o mik, që e të ba. Mos rritu shak, okej, shnet, respekt edhe për ty. Sy, ka ardhë, e kam qitë jashtë. Nuk janë ta njerës për me kanë live-et mija, po qaj bani Sami Gucci-t, a qaj Gucci-t, dalit flasi për vedi, po nuk kam unë punë me Gucci. Djali mirë, punë të vetë, respekt, i 100%, po s'ja nivelli e mas një këta njerës që arrinë të usha, të saka të ja sha fëmijët, unë kam 4 fëmijë për vedi, më sha fëmijët së mërë gjumë i javë. Edhe istoja është kërë një atë tjetërin. Shiko, ka ardhur një mesazh shumë i bukur. Shumë i bukur. Me të njëjtën të drejtën morale si që kërkuan ato lek, thot me të drejtën e të gjithë moralve që mban TikTok-u. Shumë e drejtë, shumë e saktë kjo që ke shkruar. Ke shumë të drejtë. Flet për moralin qytetar, për moralin e nderit dhe për disnivelin kultural. Ka shumë të drejtë. Se ka dhe shumë ferma që të ndjekin Noeli. Është normale. Na ndjekin nëna motra, ke shumë të drejtë për fjalorin
e shturu që është bërë kohët e fundit. Më thënë, po miratojnë atë që po thua ti. Ajo është po, për atë se tu vine për menin emra, jo filani, jo filani, jo filani, jo kyoj. I vetëmi njeri edhe ky, edhe Viktori, nuk e se shanë këtë, jo. Se e shof, rrinë nga cmojnë, i shreja këtë, jo atë, se krejt këtë. Po prap, i vetëmi njeri që është që Allah vazhdon e shanë ka herë, është kjo që hinë live time, edhe ti po da garantoj të vini to, t'ja thamë sy, nuk ka ditë zotën si shkruj. Mos shaj, mos shaj, mos shaj. Provokojnë jashtë masë. E provokojnë. Atëherë do presim Viktorin apo do na flasësh një çik më për atë aplikacionin? Po do flasim për aplikacionin. Vine, nuk e di ashtoj. Blerim, në qo se je këtu që e live-it. S'kam asi me i shkru se kam telefonin e zonën aty. Pa mera, këtu do jemi ndërkohën. Nga një orë dhe marrin, du me thënë, në TikTok, kur të flitet për du me thënë, po që ndryshimi ka nga TikToku, Eli? Thjesht me fjalët e tua, që ndryshimi ka? A dim se është puna se s'po du me folë shumë, të Hilda se ty njerëzit ta shofin, kur se sot nda është update atu, bo dhe me thonë update a fix të e nxjerë, është totalisht nëshej, se si ka me dollë, nuk du me folë shumë se këto kanë fillu të nxjerë bishta. Unë këtë aplikacion, na kena dhe me thonë mini vjetë për bëhat, që është aty. A kupton, edhe kur s'kam dollë me thonë, s'kam ashtu, kam pas atë privacy-n teme. Kam fut atë që kam fut, kam bë atë që kam bë, dhe s'kam desht me dollë, hiq, askun. Deri sa erdhi momenti me dollë, se s'po na lën me nej, as në punë tona. A kupton, as në dha. Edhe kjo aplikacion nuk është se ka një gjo nyshe, është si TikToku, me tana opcionet si TikToku, po dhe me thonë në model ndryshe, se nuk mundesh me i ba kapi, pra, s'mund t'i bash çdo gjë si ku i ka TikToku, se nuk lejohet me ligj, po i ka të gjitha opcionet si TikToku, është i licencum në, dhe me thonë, me licenca shtetit, jo me kështu që bojnë këta në për Arabije, në për Turqie, në për kështu, është i licencum nga Gjermania, Irlanda dhe Amerika, i aprovum, dhe me thonë nga të 3 shtete license që janë kërku, se nuk mund të futesh në Apple, me pas aplikacionin ti në Apple, nuk mund të futesh, po nuk u aprovove nga këto 3 shtete. Jo, i ktheva përgjigje njerëzve si quhet aplikacioni, po i them ora live, në mos gabojmë, apo jo kështu quhet. Është në sot është në update, nesër do jetë dhe me thonë 100% funksional. Për momentin mund është mu regjistru, mund është me hy, nuk është asë si gjatë që keme pa dhe me thonë kur batë update a reka. Aja është aplikacion që e ka nërtu kjo shoku jem nga fillimi me punëtorët e vetë me një team super të madhe. Unë e kam 1% aty, nuk jam dhe me thonë i 100% pronar, po kam 1% mjaftueshme, ashtë sa kemi ra dakord qysh ditën e parë. Si aplikacion është pa njëjta platformë, kështu si shef këtu, është 60-40 me giftat, është direkt me shkarku lekt, jo pëjtë se për t'i bi nesër, pëjtë se për t'i bi të shpija. Janë direkt, ashtë sa fiton i shkarkon direkt në PayPal. Ka opcionin që për shamu, po vla, hajde, thira. Qa i live-in, kështu hin live. Ka opcionin illa për shamu ti e ban një video të bukur, dykun, kudo, edhe e hell videon të profili jëtë, post. Aja ka opcionin që njerëzit mune më ardhë me gjytë gift aty të video e jote. Dhe me dhanë, edhe pse nuk jenë live, mune shme ba
lek vetëm me një video që mund t'jetë e bukur. A kupton që tham? Ka herë se ke menjen të komente, hiqë komenteve. No, po shikoj diferencë, sepse views-ët janë hequr nga videot e TikTok-ut, kurse do me thënë një video në aplikacionin tuaj pas ka të drejtën e një gifti. Wow! Do me thënë videon tane që e nxjerr ti një klaba, një gja, në rruga, në lulishta, ku diun, në plazha, ku diun, e hea të posti jot, të profili jot, aty ajo video po i pëlqej dikuj, ose po do me gjujt në njani ty për shama, thot më pëlqen kjo Ilda, thot, ja fut giftaj, luan, në video tane, ty të vjen lekt. Wow, kjo është shumë gjere, se shpar në asë një aplikacion gjë t'il. Kjo do të thot që ma mërmenja femrat do bajnë ma shumë lek se mashkuj këtu, se normal qunat shkoj, no qa bukur ka, kjo futja i avion, futja i, sa është private, dhe me thot, nuk shifet. Edhe të tërheqve mendjen, për shamu. Erdi Elin, gjujti luan të fotoja, ty kamera të heqë, pëjtë të shofje, kush është kë? Edhe, e ka këtë opcion, e ka opcionin tjetër, për të thu erdi, lërimin se më sa në gëstë nuk e shof. Jo. Në blerim, hajde më thuj, kur të vishë më shkruj, se jem të folë, nuk të pash. Pjesën tjetër të loj, se ka ora live. Por, të përsëri se dhe është në update të sipër, po. Nuk e di, Lord. Kam informacion, nuk e di. Është kur bëhet loja dyshe, kështu si unë e ti. Okej? Që ta hapi loj ty për shirë. Kështu hapët gjumë kush në i le. Aha. Këpo dalësh një ma? Ha më? Gjuman një lektë. Na buni barbon fare këne. Që zot në arro. Ne shive se nuk e hapa këtë, për hapa me të regu i gjë. A shë si hapem lojën në këto? Të shi të platforma jonë, të aplikacioni jonë,